Miqprizmus. Protesta dhe marrëdhëniet e saj me shoqërinë, me politikën edhe me maggjorancën, është një diçka interesante që ja vlen për tu studiuar. Sigurisht që protesta në thelbin e saj ka një të drejtë të jashtëzakonshme që nuk duhet ta mohojë askush. Dhe nuk është se kjo pritet të thuhet as nga Sali Berisha, as nga Edi Rama, as nga ata në thelb nuk është se ju vjen mirë, sepse kanë ngjashmëri në stile. Janë të ndryshëm, po kanë disa ngjashmëri në stilin e tyre të drejtimit. Patjetër. Dhe protesta te ata njerëz që kuptojnë më tepër, nuk e kam fjalën për idiotët flamingo dhe idiotët që gjuajnë me gur dhe që përdorin dhunën. Po njerëzit normal që mbase kanë dalë aty në radhën e dytë ose të tretë. Kanë vërejtje të jashtëzakonshme për stilin e drejtimit. Modelin e qeverisës. Kishin problem të madh deri në 2013 me Sali Berishën dhe i thanë ik. Tash kanë edhe brenda për brenda atyre 850.000 njerëzve që votojnë Partinë Socialiste ose maggjorancën, kanë problem të madh me stilin e drejtimit, administrimin e qeverisë dhe pushtetit të ngritur rreth maggjorancës dhe rreth Edi Ramës. Stilin e tij, i cili sigurisht merr vendime vetëm, të konsultuara vetëm me veten, ose edhe me të tjerë, po jo në stadin dhe zhvillimin politik të partisë tij dhe maggjorancës tij, vendime të rëndësisë të jashtëzakonshme. Nuk i shef këtu që të bëjë një mbledhje, bie fjala për të marrë një vendim të jashtëzakonshëm politik. Ai është vendim i marrë nga Edi Rama, po ky është stil. Dhe nuk është se këtë stil e ka pasur ndryshe Sali Berisha. Është po i njëjti stil. Pra njerëzit nuk është se janë mërzitur vetëm me 13 vjetët e Edi Ramës, po dhe me 8 vjetët më përpara të Sali Berishës. Edhe 8 dhe 13 janë shumë vite. Janë mërzitur me këtë lloj stili. Dhe këto lloj njerëzish nuk janë flamingo, nuk kanë lidhje me flamingizmin. Këta janë kudo në përshpia, e ndjejnë, pavarësisht se mund të votojnë Edi Ramën edhe maggjorancën. Edhe pavarësisht se mund mos ta votojnë kurrë Edi Ramën dhe maggjorancën. Stili në mënyrë të tillë të drejtuar të qeverisë, ku vendimet i merr a priori një personi vetëm, dhe që pastaj ky stil bëhet shkak që mos të funksionojë administrata, që mos të funksionojë zyra, mos të funksionojë arsimi, mos të funksionojë shëndetësia. E ka mërzitur këtë. E ka mërzitur në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe kjo përgjigje duhet dhënë. Mirë, po kjo përgjigje nuk jepet dot se këtë stil e ka udhëheqësi. Këtë stil ka Sali Berisha dhe këtë stil ka Edi Rama. Ato janë të ndryshëm nga njëri tjetri, po stilin, këtë lloj stili e kanë të përbashkët. Edhe një pjesë e madhe e njerëzve janë mërzitur me këtë stil. Kërkojnë një stil tjetër. Nuk e di a funksionon në një stil tjetër. Sepse siç kam thënë dhe shumë herë të tjera, këtu e keqja nuk është vetëm leadership, është edhe poshtë. Sepse po të pyesësh shumë dhe të zbatosh shumë demokracinë, këtu me njëherë të hedhe nga kali. Dhe vjen stërkamçin ose bëjnë intrigën që ti të rrezohesh. Sepse kanë mendimin që ky njeri nuk pas ka mundësi që të veprojë vetë. Këtu ju kruhet për autokratin edhe për beun dhe për pashën, për kapedanin dhe për bajraktarin. Ju kruhet lëkura. Po ky është një moment tjetër
një pjesë e madhe e njerëzve tash nuk pyesin më nëse shoqëria është e tillë, deprimente e tillë. Ata nuk e pranojnë, e refuzojnë këtë. Dhe normalisht ky stil, jo vetëm që i ka mërzitur, por duhet ta rrafshojmë, është një stil prej 36 vitesh i ka shumë keq përdorur, sa jo vetëm që ka prekur administratën, po ka prekur shoqërinë. Kushdo që çohet në administratë për të drejtuar, për të pasur një postë sado të vogël, ka këtë stil. Kush nuk ka këtë stil, rrezohet. Ose i heqin, ose detyrohet të jap dorëheqjen, ose pastaj i ndodhe më e madhe ja fusin në burg. Kjo është një keqje e jashtëzakonshme. Nuk mund të shpjegohet kështu qetësisht si po e shpjegoj sot unë. Por ama ky është stili i cili na bën të ndryshojmë në mënyrë të jashtëzakonshme dhe me vendet e rajonit. Maksimumi mund të jemi aty me Kosovën, me një idiot që shkon në Maqedoni, si ai Gruevski. Edhe këta që janë nuk janë më mirë. Pra, kemi të bëjmë vetëm me një zonë këtu, rreth e përqark nesh, Malizi ndryshon pak, disi Serbia, shumë Kosova, me Kurtin dhe me sidomos Kurtin, Gruevski dhe ky që është Michovci që është sot në Maqedoni, kjo është zona pak ashtum që ka këtë stil. Del një, është kryetari i partisë, është kryeministër, të gjitha vendimet edhe një pozite të lartë, mo që ka të bëj me NATO, mo që ka të bëj me investime kapitale të jashtëzakonshme, mo që ka të bëj me marrëveshje të tilla të cilat duan një kolegjialitet, duan një. Këta mund të bëjnë dhe kolegjialitet, por është një të japin një letër përpara dhe hir firmën thonë. Dhe kështu pastaj ulet poshtë. Vendimet e mëdha këtu për reformë, shef një ëndër dhe këtë gjë e bën, e realizon Edi Rama. Nuk e pengon kush. Kurse ndërkohë ajo duhet të jetë produkt kolegjial. Njëri mund ta shohë ëndrën dhe e propozon. Pastaj një reformë e madhe nuk mund të jetë i një personi. Këtu kanë qenë një personi. O të Sali Berisha është dikur që s'ka bërë asnjë reformë, por që ka marrë vendime si donte, o Edi Ramës. Kështu që në këtë pikë, ky jemi nuk është deduksion. Ky jemi është një moment për të reflektuar të gjithë. Është një pjesë e protestës që mendon kështu siç po mendoj unë. Pavarësisht nëse duan të japi dorëheqjen apo nuk duan të japi dorëheqjen Edi Rama. Po për të menduar, mendojnë kështu si mendoj unë. Në anën tjetër pastaj, ajo që dua të them unë është që e gjithë kjo protest, deri këtu ku po them unë, e ka bërë punën e vetë. Tashmë protesta vazhdon në ritualin për mua idiot, Rama jep dorëheqjen, kur ndërkohë nuk ke fuqinë as pluraliste, as subjekti politik dhe as gjë tjetër. Nuk mund ta kesh sepse sigurisht je jashtë, dhe nuk mund ta kesh sepse nuk ke krijuar figurat, individet të cilët duhet patjetër të dialogojnë. Ne thonë nuk dialogojmë më me Edi Ramën, po ata janë të detyruar të dialogojnë me Edi Ramën dhe sikur mos jetë kryeministër, se është kryetari i Partisë Socialiste. Dhe kryetarin e Partisë Socialiste nuk e zgjedhin ato. Nuk është sheshi, nuk është turma e flamingove që zgjedh kryetarin e Partisë Socialiste. Edhe aty nuk ka një përfaqësi. Ato që kemi parë që drejtojnë protestën sigurisht për mua janë flamingo, nuk kanë lidhje me as drejtimin politike dhe as drejtimin po themi në konceptin sintetizues të një drejtimi që kthehet pastaj në drejtim politik, njerëz për të biseduar me to. Nuk mund të jenë edhe s'do të jenë nëse i vazhdojnë të jenë të tillë. Nuk mjafton tërheqja e Ramës që të bëhen hapat e tjerë lëvizjes. Nuk mund të mjaftojë, s'bën asgjë, s'krijon asnjë lloj mundësie dhe nuk t'jep asnjë lloj shansi, sepse sigurisht
duhet biseduar në parlament, dhe në qoftë se ti nuk e njeh parlamentin, do më thënë je duke rënë nesh sistemit demokratik. Ti prap do të bisedosh me ato njerëz. Kështu që në momentin që ti e ke mbyllur këtë kusht, as bota nuk ka çfarë të bën. Përndryshe çfarë? Do bësh revolucion të dhunshëm. Atëherë është e sigurt humbja. Dhe në këtë pikë, flamingot janë në një marrëzi të plot, ideologjike dhe politike. Por problemi i një pjese, që sigurisht nuk janë flamingo, të mërzitjes nga stili i qeverisës administrativ, pushtetror deri tani, këtë gjë, protesta e ka arritur. Janë shumë njerëz që janë mërzitur për kësaj mënyre të drejtimit të shtetit. Jashtëzakonisht shumë njerëz. Mes tyre jam edhe unë.